Këtë të martë, më 10 qershor 2025, në të gjithë vendin është zhvilluar provimi i dytë i maturës shtetërore, provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ku maturantët kanë testuar njohuritë e tyre mbi gjuhën amtare dhe trashëgimin letrare kombëtare. Në këtë provim, në Vlorë kanë marrë pjesë gjithsej 1116 nxënës të shkollave të mesme publike dhe jo publike të qytetit të Vlorës dhe të Himarës. Në ndryshim nga testi i parë me shkrimi i maturës, ai i gjuhës së huaj, numri i nxënësve të cilët kanë marrë pjesë në këtë provim ka qenë më i vogël, ku në krahasim me gjuhën e huaj, 5 nxënës më pak janë nënshtruar tezës me shkrim të gjuhës shqipe, për shkak edhe të ndryshimeve që vijnë në numër nga nxënësit përsëritës të provimeve. Nxënësit janë shpërndarë në 6 qendra provimi, të miratuara më parë dhe nga Ministria e Arsimit, si vende ku do të zhvillohej testi me shkrim në Vlorë. Për mbarvajtjen e këtij procesi, janë marrë të gjitha masat nga zyra vendore arsimore Vlorë dhe Himar, masa këto të garantuara në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit, Shërbimin Shëndetësor dhe OSHE, të cilat kanë qenë në gatishmëri për të garantuar furnizimin me energji elektrike, ruajtjen e rendit dhe mbarvajtjen e procesit apo të gatshëm për çdo të papritur shëndetësore. Në të gjitha qendrat e provimit të Vlorë, nxënësit përpara hyrjes në provim janë kontrolluar për posedim të telefonit apo shënimeve të ndryshme, të cilat sigurisht mund të ndikojnë në testin me shkrim dhe në rezultatin e tyre. Sipas informacioneve, në këtë proces janë angazhuar gjithsej 129 administrator, si dhe 6 përgjegjës administrimi, të cilët kanë ndjekur nga afër zbatimin e rregullores gjatë provimit. Gjithashtu, në çdo qendër kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, të cilët monitorojnë nga afër standardet e zhvillimit të provimit. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit kanë qenë të vendosur prej orëve ku është kryer hyrja e nxënësve për në provim në qendrat e akredituara për provimin e maturës.